Dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. E papërsëritshmja Vaçezela, ylli festivaleve të këngës, u nda nga jeta më 6 shkurt 2014 në Basel të Zvicrës, ku jetonte me familjen e saj. Sot Lushnja dhe gjithë Shqipëria e kujton me këngët e saj. Më 6 shkurt 2014 u shua e papërsëritshmja Vaçezela në Basel të Zvicrës nga një sëmundje e rëndë. Vaçezela, që me zërin e saj të mrekullueshëm fitoi zemrat e shqiptarëve, lindi në Lushnjë, ku sot skulptura e saj zbukuron sheshin e qytetit. Ajo në moshën 14-15 vjeçare u largua për në Tiranë, ku ndoqi shkollën e mesme. Vaçe ishte vetëm 17 vjeç kur së bashku me grupin e artistëve të rinj të Liceut Artistik Jordan Misja përfaqësoi Shqipërinë në Festivalin Ndërkombëtar të Rinisë në Moskë në vitin 1956. Në vitin 1962 ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Repertori i saj është shumë i pasur, numërohen me 10 këngë popullore, të leta, kantata, balada e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Fituesja 12 herë e festivalit, nderuar me titull Artisti merituar në vitin 1973 dhe Artisti popullit në vitin 1977, me urdhrin deri kombit më 24 dhjetor 2002, u largua përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Qytetarët e Lushnjës dhe gjithë Shqipërisë vazhdojnë të këndojnë edhe sot këngët e të madhes Vaçezela. Qeveria miraton amnistin ku 447 të burgosur lirohen me njëherë. Ule dënimi 853 të burgosurve të tjerë dhe pushohen ndjekjet penale për mira shtetas. Qeveria miratoi sot amnistin penale. Lajmin e konfirmon Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari përmes një deklarate pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ai thotë se 447 persona fiton lirim të menjëhershëm nga burgu dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Mes tyre ka gra, të mitur dhe shtetas të huaj. Numri real i përfituesve nga pushimi i ndjekjes penale është shumë më i lartë. Në mbledhjen e sotme të qeverisë miratuam amnistin penale, nismën që prezantuam rreth një muaj më parë dhe nga sot ky vendim depozitohet në kuvend. Nga të dhënat më të fundit të rakorduara me delërinë e përgjithshme të bugjeve, shërbimin e provës, si dhe provurinë e përgjithshme, rezulton se plot 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Për më tepër, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14000 procedime për vepra të lehta. Përveç një akt i qartë human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të bugjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraburgimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditë ndëshkoj fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Falenderoj të gjithë institucionet që kontribuan në këtë proces dhe pres që Parlamenti ta shqyrtojë projektligjin sa më parë, në mënyrë që efektet pozitive të amnistisë të ndihen nga mira familje shqiptare. Projektligji i amnistisë do të depozitohet në kuvend, ku do të nisë shqyrtimi në komisionet parlamentare dhe më pas kalon për miratim në seancën plenare. Dy punonjës të qarkullimit rrugor në Fier pezullohen nga detyra për shkelje disiplinare. Drejtoria e standardeve profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka pezulluar menjëherë nga detyra inspektor SHQ dhe inspektor IL, me detyrë trup shërbimi trafiku urban interurban në seksionin e trafikut urban interurban në sektorin e policisë rrugore në DVP Fier. Ky pezullim erdhi pas videos së postuar në rrjetet sociale ku duken dy punonjës të qarkullimit rrugor, njëri prej të cilëve dyshohet se ka marrë rishfet nga drejtuesi i automjetit për të shmangur masën administrative. Sipas njoftimit për shtyp të policisë, dy inspektorët u pezulluan për shkelje disiplinore të parashikuar në ligjin për policinë e shtetit, kryerja veprimeve që cënojnë rënd imazhin e punonjësit të policisë, institucionin apo shërbimin policor në tërësi.
Pezullimi disiplinor u bë pasi duke qenë në shërbim, kanë kryer veprime në shkelje të procedurave standarde të punës gjatë kontrollit të një drejtuesi mjeti, si dhe dyshohet për kryer të veprimeve korruptive. Gjithashtu nga drejtoria e standardeve ndaj këtyre punojësve ka filluar hetimi disiplinor për shkelje të rëndë. Policia e shtetit është e vendosur të ndërshkojë cilindo punonjës policie që cënon imazhin e policisë apo shpërdoron detyrën. Rihapet zyrtarisht TikTok edhe pse përdorej lirisht që prej qershorit 2025. Pas më shumë se një viti ndalimi, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për rikthimin zyrtar të përdorimit të platformës online TikTok, ndonse qytetarët nisën të kishin akses të plot rreth 3 muaj pas vendimit për mbylljen e tij. Vendimi për mbylljen e përkohshme të TikTok u mor nga Këshilli i Ministrave më 6 mars 2025 me qëllimin për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjt nga përmbajtje të dëmshme që nxisin dhunë dhe bullizëm. Por që nga qershori pa zhurmë me bujë, TikTok ishte i lirë që ta aksesojë nga përdoruesit në Shqipëri. Edhe gjatë periudhës kur TikTok nuk mund të përdorej, domethënë nga marsi në qershor, sërish shumë përdoruese aksesuan platformën nëpërmjet rrjeteve virtuale private. Në vendimin e sotëm, Këshilli i Ministrave ka sqaruar se kjo heqje e ndalimit vjen pas adresimit të problematikave në fushën e sigurisë publike dhe sociale në mjedisin digjital. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike do të jetë përgjegjës për realizimin e këtij vendimi, duke respektuar gjithashtu legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. Sot autoritetet shqiptare janë në partneritet me përfaqësuesit e TikTok për filtrat mbrojtës përmes fjalëve kyçe, kontrollet e përmbajtjes dhe modalitetet më efikase të përdorimit dhe trajtimit të shkeljeve. Ky vendim shënon kalimin nga masa kufizuese në një fazë monitorimi aktiv, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe përgjegjësie të përbashkët me platforma digjitale. Paralelisht po punohet për hartimin e një plani të mirëfillt komunikimi dhe ndërgjegjësimi të fokusuar te fëmijët, të rinjt, prindërit dhe mësuesit, për përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të platformave online. Qëllimi është i qartë dhe i orientuar drejt edukimit digjital, mbrojtjes reale dhe ndërtimit të një kulture sigurie në hapësirën online. Kjo qasje balancuar synon të garantojë lirinë e aksesit, duke vendosur njëkohësisht interesin e sigurisë dhe mirëqenies së të rinjve në qendër të politikave publike, theksohet në sqarimin e Këshillit të Ministrave. Greqia dhe Turqia do të takohen të hënën në Ankara, ku do të mblidhet Këshilli Suprem i Bashkëpunimit Greqi-Turqi. Greqia dhe Turqia po tentojnë të bisedojnë përsëri në nivelin më të lartë. Duke filluar nga e hëna në Ankara, do të mblidhet Këshilli Suprem i Bashkëpunimit Greqi-Turqi. Nëse gjithçka shkon sipas planit, në Tryezë do të jenë të pranishëm presidenti turk Erdogan dhe kryeministri grek Mitsotakis. Ekziston dhe mundësia e një takimi të posaçëm mes dy udhëheqësve në një ditë tjetër. Pas një periudhe të vështirë dhe plot konflikte në mesdheun lindor në vitin 2010, u krijua Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit, i cili sidoqoftë nuk ka arritur ende ndonjë sukses të madh. Megjithatë, Këshilli përpiqet të promovojë një agjendë pozitive mes dy partnerëve të NATO-s, veçanërisht në fushat e ekonomisë dhe të turizmit. Por ai është mbledhur vetëm 5 herë deri tani. Takimi i fundit u bë në Athinë në dhjetor 2023. Tani tensioni është rritur sërish. Të njëjtën e kaluar, Turqia përdori sistemin e navigimit detar Navtex për të paralajmëruar për rreziqet e sigurisë dhe aktivitetet ushtarake greke. Paralajmërime të ngjashme ka patur edhe në të kaluarën. Athina flet për një përpjekje të paligjshme të fqinjit të saj për të zgjeruar ujërat e tij territoriale. Prej dekadash, Greqia dhe Turqia grinden për shelfin kontinental para Bregdetit turk, shfrytëzimin e lëndëve të para dhe për një zgjerim të mundshëm në ujërat territoriale në Egje. Në kuadër të doktrinës së saj ushtarake aktuale atë dhe u blu, Turqia pretendon edhe territore detare prej më shumë se 450.000 km2 para Bregdetit të saj, ndërkohë që në 1995-ën parlamenti turk e ka shpallur zgjerimin e ujërave territoriale greke në detin Egje shkak për luftë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë, mirupafshim.